Po ndalem të disa specifika që i përmende kështu ndër rreshta, po kthehemi. Për shembull fryrja e barkut është një prej shqetësimeve shqiptarëve, se e thash në fillim që abuzojmë pak, jemi se vdale, na pëlqen me hangër ushqime kështu pak ma që na ngopin. Kjo fryrja e barkut sa është shqetësuese, sepse te disa persona është ankesë e përditshme. E tha vetë, fryrja e barkut, si fryrja e barkut nuk është ndonjë shenjat alarmuese. Po. Ne, që në popull është shumë e përhapur, është edhe zora irrituese, ose IBS-i, duhet i dallojmë IBS-in për IBD. Që në kuptojmë këtë të IBS-i është sindromi zorës irrituese, që kanë në kohët e fundit është një rritje shumë, dikon 20% e njerëzve kanë, dhe IBD-ja apo smundjet e inflamatore kronike. To duhet i dallojmë. Te IBS-i apo te zora irrituese nuk kemi shenja alarmues. Ka fryrje e barkut, mund të kesh dhimbje, por nuk ke humbje pesh, nuk ke gjakderdhje, mund të kesh diarre, por nuk ke humbje pesh, nuk ke anemi. Ankesat nuk ke natën, nuk zgjohesh natën me dhimbje, ndërsa te smundjet kronike inflamatore, gjakderdhje, diarre, dhimbje natën dhe komplikimet e tjera që mund vinë. Po. Çfarë do të thonë? Që fryrja e barkut është mënyra e stilit jetës ne si jetojmë. Kryesorja sheqeri. Sheqeri, bakteret e tona, mikrobioma, bakteret i ushqejmë me sheqerin i ushqejmë bakteret e këqija. Në atë moment, ato duhet bëjnë diçka me sheqer. E ndajnë dhe bëjnë gaz. Këtë ne e ndjejmë si fryrje. Në këtë rast, a rekomandohet edhe intoleranca në ushqim, për shembull? Gjithmonë janë diagnoza IBS-it, domethënë zorës irrituese është si diagnozë fundit. Ne duhet i përjashtojmë të gjitha diagnozat tjera, që nër to është edhe intoleranca në fruktozë, në laktozë, apo edhe SIBO, në bakteriet, shumë bakterie në zorë të hollë, apo me glukozë që bëhet.